familjar, pavesa. Kur fundit, dhe gjeni në shpirtërore të viktimës kishte ndodhur një ndryshim i dukshëm. Shfaqte shenja nervozizmi, rinte i vetmuar. Vinte në magazin dhe për orë të tëra merri me dokumentat. Por askujt nuk i tregoi për hallin që kishte. Ndërkohë të dhënat e para të ekspertëve kontabil janë mirë shqetësuese. Kostumi për Dorku u gjeti zhurosur. Duke ndërshënjët e një rrote që janë shkaktuar nga kalimi i makinës mbi të. Ai përmbante një sasi të konsiderueshme fije rroda leshi me gjatësi 1.5 dhe 2.5 cm. Rrota për një makinë motonash të vogël, e cila ka bërë kthesë 30 metra më tej kufomës. Ndërsa gjurmët e frenimit të hipës janë një rastësi. Sipas aktit mjekoligjor, është gjetur e dëmtuar ana e prapë në kokës së viktimës. Kufomat duhet të jetë hedhur në rrugë, edhe së premte. Pra cili është mendimi juaj? Vrasje me paramendim. Gjendja kaotike e dokumentave të lë të dyshosh për përvetësime të mëdha. Akti mund të jetë kryer nga persona që kanë qenë bashkëpunëtorë të viktimës. Të dhënat që kemi nuk janë pak për një fillim. Tani të përcaktojmë rrugët që duhet të ndjekim. Këtë jetim të vazhdojmë